Kombëtarja shqiptare ka fituar 1-0 finalen ndaj Andorrës duke zyrtarizuar pjesëmarrjen në play-offin e botrorit, fal edhe fitores së Anglisë ndaj Serbisë me rezultatin 2-0. Kristian Aslani shënoi golin e vetëm të ndeshjes së kuqezinjve në minutën e 67 pas një sulmi të shpejtë nga e djathta. Myrto Uzuni pasoi bukur në zonë përmes fushorin e Torinos, i cili me të djathtë ndërgoi topin në rrjet. 45 minutë që i parë ishte pa emocione, ndërkohë që rastet e pastra munguan për kuqezin deri në minutën e parë shtesë kur Berat Gjimshiti goditi traversën me kokë pas një goditje e këndi. Anglia ndërkohë fitoi 2-0 ndaj Serbisë, duke bërë që kombëtarja të zërë vendin e dytë në grup me 14 pikë, 4 më shumë se Serbia, kur ka mbetur vetëm një ndeshje për të luajtur.